Mos bëni kur mamografi. E pse? Mamografia është rrezatim dhe shkakton kancer në gjip. Çfarë? Çukur. Kush e tha këtë? Dëgjoj këtë mjekën amerikane. Aha, kjo mjekja që ka në kompanitë kontrollit gjirit që reklamon si alternativë ndaj mamografive? Mjekja që mund të përfitojë nëse njerëzit mendojnë se mamografit shkaktojnë kancer? Nuk e di pse, por jam skeptike. Mamografit janë mjeti i dobishëm kontrolli për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, shkaku më i zakonshëm i vdekjes nga kanceri të gratë. Ato përdorin rreze X për të ekzaminuar rintin e gjirit për shenja anomalish. Ja pra, rrezatim. Doza mesatare e rrezatimit për një mamografi vjetore është disa herë më e vogël se rrezatimi që ekziston natyrshëm në mjedis. Një grua që i nështrohet mamografisë vjetore nga 40 deri 49 vjeç mund zhvilloj kancer fatal të gjirit të shkaktuar nga rrezatimi një herë në 76.000 vjet. Kështu që kujdes, mos ja besoni shëndetin tuaj çdo kujt në internet dhe qëndroni skeptik.